Moderatori i njohur Ledion Liço ka ndarë me ndjekësit një humbje të rëndë personale. Përmes një postimi në Instagram, ai bëri të ditur ndarjen nga jeta të qenushit të tij, të cilin e konsideronte si pjesë të pandashme të familjes. Faleminderit miku im i dashur. Ndoshta në jetën tjetër unë do të jem qeni yt dhe ti do të jesh personi im. Shkroi Ledion Liço krahas disa fotove të kafshës së tij shtëpiake. Postimi i tij u shoqërua me dhjetra mesazhe ngushëllimi nga ndjekësit dhe miqt, të cilët ndanë mbështetjen për moderatorin në këtë moment të vështirë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.